detajet, ishte një ditë përpara, 2 ditë përpara. E gjitha kjo është një procedurë që shkon në funksion të një elementi, koleg, që procesi të shkoj aty ku duhet të shkoj. Sali Berisha duhet formalisht të shkoj në zgjedhje, të marrë edhe një herë mandatin sekretari PD-s dhe të vazhdoj betejën e vet. Unë e kuptoj shumë mirë dhe bie dakord me atë që thua ti, por pyetja ime ishte, a ka më mbas gjithë kësaj, a ka më moral që PD-ja dhe Berisha të vazhdojnë të Kush po flet për moralin? Kush po flet për moral? Kush po flet për moral? Ku jemi sot? Ku ka parti që sot diskutohet hapur, ka debatet e brendshme, ka liri fjale në mënyrën siç ka qenë më përpara? Nuk ka. Ka demokracia e brendshme në parti është shumë e vrarë. Domethënë ka ardhur duke u vrarë. Dhe jo duke u shëndetur, duke u shëruar ose duke u transformuar dhe u përmirësuar në kuptimin e parimeve demokratike. Domethënë partitë tona e vuajnë këtë gjë. Edhe vetë liderët politike pranojnë që demokracitë e brendshme të partive po vuajnë sot një sëmundje shumë të madhe, që vritet nga sillet autokrate, nga elementi shtypës, nga presionet, nga vullneti i tepruar i kryetarit e kështu me radhë. Kështu që edhe në Partinë Demokratike nuk ka pse do mund të bëjmë sikur ekziston kjo lloj demokracie e brendshme, e cila po gëlon le të themi dhe është aq e shëndetshme saqë të gjithë ndihen mirë, të lumtur dhe ndihen kanë secila të hapësirën e vet politike brenda që ta zhvillojë mendimin e vet politik dhe karrierën e tij politike në mënyrë që ai të zhvillohet. Jo, nuk është kështu. Kështu që a ka moral thua ti? Sigurisht nuk ka moral. Padyshim që nuk ka moral. Por a ka moral të humbësh zgjedhjet dhe të vazhdosh drejtosh partinë? Sa herë ka ndodhur? A ka moral që të përballesh me skandale korruptive të njerëzve më të afërt dhe ti vazhdon, le të themi, dhe drejton? S'ka moral, po ti vazhdon drejton. Kështu që morali nga gjitha pikpamjet është diçka që është harruar, është një fjalë që për mua nuk ekziston më në politikë. Përderisa e pranojnë demokratët, thua ti, është e kohë që ta shtrojmë në rrafshin e moralit politik. Po kishte një se ti me të drejtë merrem me thelb, mos merrem me detajet, po kishte një tjetër detaj që mua më bëri zërisht shumë përshtypje. Që jem i sinqert. Ky Komisioni i Operacioneve Elektorale që si rregull të paktën në ditën e fundit, në orët e fundit të afatit zyrtar, do duhet ishte në zyrë, nuk dukej as gjikundi. Kush u paraqit përmes avokatit apo personalisht apo përmes të tjerëve njerëz të besuar, nuk gjeti askënd në zyrë se ku të linte kandidaturën. Lëre më pastaj nëse gëzon të drejtën apo jo. Është sikur dikush të paraqitet ditën e votimit dhe nuk ka kuti votimi, domethënë nuk e di. Kjo është pra shaka e madhe që me cilën ne përballemi sot. Praktikisht një parti e cila duhet funksionojë duke u bazuar në rregullat së pari të statutit të vet, së dyti në rregullat bazë të demokracisë si funksionon, pra të garës së lirë, të mendimit të hapur, mendimit të lirë, të njerëzve të cilët duan domethënë ta thonë mendimin e tyre dhe që mund të japin alternativa brenda partisë dhe jashtë partisë, nuk funksionon. Nuk funksionon, nuk është kështu. Dhe më kujtohet para shumë vitesh, Partia Socialiste ka qenë një komision i garancive statutore, e drejtonte dikur Mark Nikolli dhe po bëhet fjalë këtu e para 25 vitesh. Në atë kohë, domethënë Partia Demokratike Socialiste ishte shumë e hapur sepse gjithë anëtarët e kryesisë në një farë mënyrë ishin figura me peshë politike dhe kur kishte përplasje me zotit Nano, zotit Meta dhe figurave të tjera, të gjitha debatet në fund ditës përfundonin ke gjykata le themi e Partisë Socialiste dhe aty zhvilloheshin orë të gjata të mbledhjeve të këtij komisioni. Dhe në fund ditës dilem me konkluzioni, mirë apo i keq, i drejt apo i gabuar, kishte gjë tjetër. Ama ekzistonte ky lloj mekanizmi i cili praktikisht ballafaqonte mendimet dhe ti kishe vend ku të ankohesh dhe ta thoje të drejtën tënde, të kërkoje të drejtën tënde. Sot ku jemi? Në Partinë Demokratike kjo që ti përmende nuk e njeh njeri, nuk e dia ekziston. Praktikisht po flas se në letër mund të ekzistojë. Kështu që edhe ne arrim në pikën që vinë njerëzit vërdall, domethënë në oborrin e PD-s, domethënë edhe si thotë ajo kënga, siç thotë ajo kënga ka humbur udhën në borr, domethënë, kështu që pse pyeta për këtë detajin e fundit, sepse dje kisha zotin Rezart Kthupi, një nga juristët e PD-s, pastaj varet se cilës PD këtu interpretojnë, kanë qenë një nga njerëzit që ka qëndruar pranë zotit Ali Bejaj dhe juridikisht e ka përfaqësuar atë si avokat në këto betejat e Partisë Demokratike në dyert e gjykatave. Dhe ai kishte një shpjegim mjaft interesant. Prandaj dhe unë ishte ajo që më tha ai që më bëri të ndalesha më pas tek detajet. Por doja mendimin tënd, nëse edhe kjo mund të mos ketë vlerë politikisht më pas. Interpretimi i tij ligjor pse Sali Berisha nuk pranonte asnjë kandidaturë ishte se në momentin që dikush me peshë apo pa peshë, pak rëndësi ka,
do të gëzonte statusin si kandidat për garën për kryetar të Partisë Demokratike, e çon gjykat. Do të kishte të drejtën ta çonte Berishën në gjykat, duke thënë që ky kandidati tjetër nuk plotson kushtet në bazë të statutit. Duke mos pasur askush statusin kandidat përballë Berishës, askush nuk e çon dot në gjykat. Sipas zotit Kthupi, se këtu mund të kemi juristë të tjerë, mund të kenë interpretime të tjera. Dhe nëse politikisht nuk na bënte sens ajo gjëja që çfarë ka Sali Berisha pse nuk i lë këta njerëzit të garojnë, juridikisht bën sens, të paktën kështu. Ja, edhe politikisht bën sens, edhe juridikisht bën sens. Në fakt, unë ndaj një mendim pak më ndryshe pra. Pra, juridikisht kjo që ka thënë zoti Kthupi qëndron, është një tezë që është artikuluar edhe më herët. Për shembull, zonja Alesja Balliu ka thënë që unë do ta godas në gjykat. Zonja Kokalari ka thënë po ashtu që unë do ta godas në gjykat. Edhe Merem Mesela. Dhe Merem Mesela tha që unë do ta godas në gjykat. Pra, kandidatët të cilët tentuan të hiqin në garë, nuk është se nuk e kanë artikuluar elementin e gjykatës. Pse? Për arsye pse ata shikojnë që brenda partisë ata kanë të pamundur që ta ezaurojnë procesin e të kërkimit të kërkuarit të drejtës së tyre. Kështu që ata thonë që ne mund t'i drejtohemi gjykatës dhe do t'i drejtohemi gjykatës. Se sa do të ndodhi kjo është një gjë tjetër. Por teza ka qarkulluar, pra bënte sens që edhe formalisht të zhdukej çdo lloj, le të themi, mundësie sado e vogël që mund t'i japë një shans juridik rivalëve në thojza për të goditur procesin në gjykat. Politikisht, si kundër e përmendëm pak më parë bashkë, patjetër që bën sens, për arsye se së pari procesi nuk duhet të bëhej qesharak, së dyti procesi nuk duhet të bëhej, le të themi, në hulli politike. Pra në momentin kur ti je në garë dhe merr statusin e kandidatit, praktikisht ti ke gjithë drejtat që duhet gëzoj një kandidat. Pra ti ke të drejtën që të shkosh në bazë, të zhvillosh takime dhe gjithë benefitet e tjera që ka një kandidat në garë. Në momentin që ti je në garë dhe në momentin që ti shkon dhe takon bazën, ti mund të thuash sa të vërteta për të cilat Berishës sot nuk intereson të thuan. Jo se do e rrezikoj garat në kuptimin e fitores të tij, por do hapi një debat i brendshëm PD-s që në terma afatmesëm dhe afatgjat nuk i leverdis të Berishës.